Spitali i Gostivarit sot është furnizuar me pajisje moderne mjekësore në kuadër të projektit Perimak, një iniciative përbashkët me partnerë dhe donatorë ndërkombëtar që synon përmirësimin e shërbimeve për nënat dhe të porsalindurit. Në këtë aktivitet mori pjesë Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu, ndërsa të pranishëm ishin edhe përfaqësues të organizatës Projekt Hope, partner ndërkombëtar dhe përfaqësues diplomatik. Ministri i Shëndetësisë Azir Aliu theksoi se projekti përfshin furnizimin me pajisje për disa spitale në vend, përfshirë edhe Spitalin e Gostivarit, me një vlerë prej rreth $500.000, duke synuar përmirësimin e kushteve në repartet ku po trajtohen nënat dhe fëmijët. Sot është edhe një projekt që bashkë me partnerët ndërkombëtar me shtetin gjerman, po realizojmë këtë, le të themi, infrastrukturë teknologjike në departamentin për nëna dhe fëmijë, do një institucion i cili vërtet është shumë i rëndësishëm për qytetin e Gostivarit. Ky projekt është rreth $500.000 amerikan i cili investohet në 4 qytete, pra në Struk, në Gostivar, në Velez dhe në Strumic, në të njëjtët reparte. Pra aty ku kemi boshllëqet teknologjike ne i kemi definuar dhe tani bashkë me partnerët ndërkombëtar bëjmë realizimin e tyre hap pas hapi, kështu do të vazhdojmë në të ardhmen. Edhe një herë faleminderit shumë Project Hope dhe të gjithë partnerëve, gjithashtu edhe ambasadës dhe ambasadores gjermane në shtetin tonë. Ambasadori e Gjermanisë në vend theksoi se ky projekt përfaqëson një shembull të suksesshëm të bashkëpunimit ndërkombëtar, duke vlerësuar kontributin e përbashkët të institucioneve partnerëve dhe donatorëve në realizimin e të njëjtit. Es ist heute ein sehr schöner Tag auch für die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Nordmazedonien. Ich bin sehr beeindruckt. Sot është një ditë e mrekullueshme për bashkëpunim midis dy vendeve, Maqedonisë së Veriut dhe Gjermanisë. Jam e mahnitur nga bashkëpunimi i gjatë që ekziston në kuadër të këtij projekti, në bashkëpunim me partner nga Gjermania dhe nga Europa. Vërtet është arritur shumë dhe ky është një shembull i shkëlqyer i asaj që mund të arrihet nëse të gjithë bashkëpunojnë. Edhe një herë falenderoj Ministrinë e Shëndetësisë, e cila me vite jep mbështetje në kuadër të këtij projekti, ndërsa tani bënëm një xhiro në spital dhe njoha shumë punonjës të angazhuar, mjek të cilët e kryejnë punën e tyre në mënyrë të jashtëzakonshme dhe falenderime për ta, tha ndër të tjera ambasadorja. Nga Projekt Hope, Emilia Dukovski vuri në pa rëndësinë e bashkëpunimit me institucionet dhe partnerët, duke nënvizuar se projekti është pjesë e angazhimit afatgjat për përmirësimin e shëndetit të nënave dhe fëmijëve në vend. Në emër të Projekt Hope u shpreh mirënjohje për partnerët, donatorët dhe institucionet që mbështetën këtë projekt, i cili zbatohet në vend që nga viti 2016 dhe fokusohet në shëndetin e nënave dhe fëmijëve. Në kuadër të tij janë dhuruar pajisje për 4 maternitete me vlerë prej rreth $500.000, përfshirë shtrejtërlindjeje, inkubator dhe pajisje të tjera, me qëllim përmirësimin e kujdesit shëndetësor për nënat dhe të porsalindurit. Ndërkohë që antari i bordit të Projekt Hope në Gjermani, Michael Brower, u shpreh se përmes këtij bashkëpunimi synohet avancimi i kujdesit për të porsalindurit dhe nënat, si dhe arritja e rezultateve konkrete në spitalet ku po zbatohet projekti. Qëllimi ynë është të përmirësojmë kujdesin shëndetësor të porsalindurve dhe nënave, dhe në fakt ne filluam 10 vjet më parë me partnerët tanë për të përmirësuar kujdesin shëndetësor këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe jemi të lumtur që jemi këtu sot për të festuar zbatimet e suksesshme në shumë spitale, veçanërisht këtu në Gostivar ku jemi sot. Ne shpresojmë që puna jonë me të vërtet ndihmon që të porsalindurit të jenë sa më të shëndetshëm dhe në kushte sa më të denja, tha ai. Ky investim pritet të ketë ndikim të drejtë për drejtë në rritjen e cilësisë së shërbimeve shëndetësore, duke ofruar kushte më të mira për trajtimin e nënave dhe të porsalindurve, si dhe duke forcuar kapacitetet e sistemit shëndetësor në nivel vjetor. Projekte të këtilla mbeten dëshmi e rëndësishme për bashkëpunimin ndërkombëtar në funksion të një shëndetësie më moderne dhe më të qasshme për të gjithë qytetarët.